Banorët e fshatit Kurdari, por edhe fshatrave të tjerë të njësisë administrative Suç në bashkinë e Klosit kanë vijuar rezistencën e tyre kundër ndërtimit të një hidrocentrali në përrojën e Lusës, siç e quajnë ata. 10 banorë mblodhen mëngjesin e së mërkurës duke bllokuar mjetet e kompanisë Doma, të cilat ishin nisur për në kantierin e ndërtimit. Rezistenca e banorëve ka zgjatur disa orë derisa ka ndërhyrë policia e shtetit. Më pas banorët e zhvendosën protestën e tyre para komisariatit të policisë Mat. Banorët akuzojnë kompaninë se ka marrë me vete njerëz të dyshimt nga Shkodra e Durrësi për t'i friksuar, ndërsa deklarojnë se nuk do të ndalen për asnjë çmim dhe se nuk do të lejojnë kurrë ndërtimin e hidrocentralit në përrojën e Lusës. Më mirë, më me kulturë, se po vepron komuniteti i Kurdarisë, nuk po vepron askush. Po edhe Durimi ka një kufi. Po ndjehemi shumë të indinjuar për veprimet që po bën kjo firmë. Tani, duke mos gjithë mbështetje nga ne, ai tani po përdor metoda nga më të ndryshme. Ai po përdor element të cilët ne nuk i njohim, element të cilët mund të jenë me precedent penal, qartë, si të përplaset, ne na thanë që kanë qenë edhe 2 veta nga Shkodra, 3 veta nga Shkodra. Se kush kanë qenë, nuk e di. Ne bile kemi njoftuar dhe policinë, si thamë që ne s'dëshim të përplaseshim me to, edhe ato kanë hyrë makinë dhe hikën. Ato kanë qenë në mbështetje të firmës, dhe firma nuk ka pse kërkon. Nuk ka pse kërkon mbështetje nga njerëz të cilët nuk janë të dëshuruar, njerëz të cilët nuk janë ato venaliet ku janë nga ne, po ne mojnë nga Shkodra, nga Durrësi, nga Tirana, nga janë Qyshan. Pra, ka që nga Korriku, e mrapa ne se kemi lënë masivisht me punu. Gjej njerëz të ndryshëm, gjej manevratorë të ndryshëm, ne nuk i njohim sepse edhe ne kjo nuk është diçka e organizuar. Ne jemi erdhën o burrë njëftin një tjerë hajse kanë ardhur që kanë ardhur. Po kemi lënë gjithë punët e honor deri, ka skandaloze. Ne kemi lënë punë ka qysh ngorri ka qenë në krimrat. Po si mos tani është periudha sezoni i pranverës, sezoni krahasimit si punimit. Nëse nuk do punojmë sot, nuk kemi çfarë të ham nesër. Njoftohemi nga shokët tonë që e kanë vrarë mendin gjithmonë për hallin që kemi, që do vjeri firma e Ashim Domit, do vjen Kurdari përsëri, por do vjeri organizuar ndryshe, jo si përpara. Ersi ka marrë 4-5 njerëz me precedent penale Moraveshti, e tregun veten aty, jo se po i akuzojon. Edhe me njerë sa më lodh publiku, një djalë i ri aty, shumë aktive Moraveshti, vjen e bën një kritik që mos një kështu. Ai del njëri nga makina e këtij, Domit, që ishte aty, edhe godet atë djalin, kjo s'ka ndodh diku. Ti kundërvihesh një fshati për 4000 banorësh, ta mposhish me 4-5 veta rrugaq, kjo ndodh vetëm në Kurdari që ka ndodhur sot, mos ndodh në fshat tjetër, se kudo bëhet populli me turp. Se ne jemi treguar shumë popull i urt, gjithmonë me bisedë se mund ta largojmë të keqen nga veni. Të morin masa ka shik të njerëz, mos ndodhi më. Unë jam 83 vjeç, me vjen keq që disha 3 këtu, me shofun edhe mund të bëjnë viktim, nuk do të lejojnë atë firmë që të bjeri më atje ku ka nisë punimet. Organizator i një incident që mund që u shkaktu ose do të shkaktoj edhe viktima, është firma Doma. Organizator kryesor vazhdon t'i bëj presion popullit të ndershëm të Kurdarisë, që me padrejti fitoj ato të vetat të humbi populli. Qysh partije ka ardhur? O taku me element keqbërës pa dëshirueshëm, edhe i bën planet që sot fati, karakteri i Kurdarisë, që nuk bën se kanë bën protesta paqësore dhe të ndershme. Sot ai kërkohet viktim, kërkohet vrasje. Prandaj unë i bëj thirrje drejtësisë shqiptare, por edhe spaku le të vijmë nga Shkodra, Shkodran, aty ne nuk i njohim fare. Njerëz pa dëshirueshëm, të vinë të bëjnë puç në Kurdari. Kjo është e patolerueshme. Ne do të qëndrojmë deri në fund drejtën tonë ta mbrojmë me gjitha format ligjore, demokratike. Jemi një popull që e kemi qef punën. Nuk duhet ta ngasmoj kush. Prej 8 muajsh banorët e Kurdarisë në Klos janë në betejë me kompaninë që kërkon të ndërtojë hidrocentral në përrojën e Lusës. Ata po përballen edhe në shkallët e gjyqësorit, ndërsa rezistenca në terren është e vazhdueshme.